Gërmimet arkeologjike në fillim të shekullit të 20 në shkretëtirat e Irakut zbuluan njohuri të reja mbi natyrën e vërtet të Babilonisë. Midis rënojave, studiuesit që të ngjum teknologjish që sipas kuptimit tradicional shkencor nuk duhet të kishin ekzistuar mijëra vjet më parë. Këto zbulime sfidojnë pikpamjet e vendosura mbi zhvillimin njerëzor dhe nxisin një rishqyrtim të aftësive të qytetërimeve të lashta. Ato shtrojnë pyetjen nëse ndërtuesit e asaj kohe ishin në gjendje të zbatonin parime fizike për të krijuar një nivel rehatie që shpesh konsiderohet si arritje moderne. Këto implikime sugjerojnë se njohuritë dikur të menduara si të humbura mund të kenë qenë shumë më të avancuara se sa është supozuar më parë. Për një kohë të gjatë, studiuesit besonin se përparimi njerëzor kishte ndjekur një rrugë të thjeshtë dhe graduale, duke evoluar nga veglat primitive prej guri te armët prej hekuri dhe më pas te makineritë moderne. Shoqëritë e Greqisë dhe Romës së lashtë konsideroheshin kulmi i zhvillimit të hershëm, ndërsa kulturat më të hershme shpesh shiheshin si relativisht të pazhvilluara. Zbulimet e pazakonta shpesh shpërfilleshin si anomali ose i atribuoheshin gabimeve në datim. Megjithatë, kjo perspektivë filloi të ndryshojë në mesin e shekullit të 19, pasi u shfaqën gjithnjë më shumë gjetje që nuk përputheshin me narrativat historike të pranuara. Një përparim i madh ndodhi në Mesopotami. Në vitin 1936, pranë Bagdadit, arkeologët zbuluan një enë balte që përmbante një tub bakri dhe një shufër hekuri. 2 vjet më vonë, arkeologu Wilhelm Koenig propozoi se kjo mund të kishte funksionuar si një bateri e lashtë. Disa studiues kanë sugjeruar se pajisje të tilla mund të jenë përdorur për elektroplatinimin primitiv. Këto gjetje tregojnë se qytetërimet e lashta mund të kenë zotëruar njohuri teknike që vetëm tani po eksplorohen plotësisht. Një tjetër zbulim i rëndësishëm ishte një sistem tubacionesh, i vendosur nën themelet e një pallati qendror. Arkeologët zbuluan një rrjet tubash prej balte të pjekur, të vendosur me saktësi dhe të vulosur me një përbërje me bazë rrëshire. Ky sistem lejonte rrjedhjen e ujit nën presion pa depërtuar në tokën përreth. Ndërsa pikpamjet tradicionale sugjerojnë se shoqëritë e lashta mbështeteshin në sisteme të hapura kullimi. Kjo dëshmi tregon se banorët e Babilonisë mund të kenë pasur sisteme të avancuara menaxhimi të ujit shumë kohë përpara se ato të shfaqeshin diku tjetër. Në zonat e banimit, studiuesit zbuluan një shtëpi që besohet si i përkiste një tregtari të pasur. Brenda, nën shtresa pluri, ata gjetën pllaka xhami transparente me një trashje të lehtë në qendër. Ndryshe nga besimi i zakonshëm se xhami i lashtë ishte i papërsosur dhe kryesisht dekorativ, këto objekte funksiononin si lente zmadhuese. Kur vendoseshin mbi pllaka balte të gdhendura, ato zmadhonin ndjeshëm tekstin, duke treguar një kuptim të parimeve optike, shumë kohë përpara zhvillimit formal të fizikës. Hetimet të mëtejshme zbuluan vegla metalike në një punishte, përfshirë shara dhe shpues të bërë nga një aliazh që nuk tregonte shenja korrozioni, edhe pas mijëra vitesh. Historia tradicionale sugjeron se njerëzit e asaj kohe përdornin kryesisht metale të buta si bakri ose bronzi. Megjithatë, shenjat në sipërfaqen e gurit tregonin përdorimin e veglave të afta për të krijuar brazda të thella dhe të njëtrajtshme, të ngjashme me ato që lihen nga instrumente prerse me shpejtësi të lartë. Këto vëzhgime sugjerojnë se zejtarët e lashtë mund të kenë zotëruar teknika të punimit të materialeve që ende nuk janë kuptuar plotësisht. Ndër gjetjet më intriguese ishte një mekanizëm i dëmtuar, i përbërë nga rrota bronzi me dhëmbëza, edhe pse i pa plot, ai dukej si pjesë e një pajisje për llogaritje. Historitë moderne zakonisht e vendosin shfaqjen e mekanizmave kompleks në Europën e rilindjes,
Megjithatë, ky zbulim sugjeron se inxhinierët Babilonas mund të kenë zhvilluar pajisje të afta për të modeluar ose llogaritur lëvizjet astronomike. Ndërsa gërmimet vazhdonin në Babiloninë qendrore, arkeologët hasën dëshmi të lidhura me traditat gojore lokale. Pas rreshjeve të dendura, një pjesë e tokës u shemb, duke zbuluar një pllakë të madhe të mbuluar me rëshirë natyrore. Nën të ndodhej një kalim i ngushtë që çonte në një dhomë të vogël me veti akustike të jashtëzakonshme. Enë balte ishin vendosur përgjatë mureve, me hapjet e tyre të drejtuara nga qendra e dhomës. Kur një person fliste, edhe me zë të ulët, tingulli përforcohej dhe shpërndai qartë në të gjithë hapësirën. Ky dizajn tregonte një kuptim të saktë të akustikës dhe sugjeron se dhoma të tilla mund jenë përdorur për mbledhje ose procese gjyqësore, ku kërkohej një zë i qartë dhe autoritar. Një tjetër sfidë për studiuesit ishte të kuptonin se si ndriçoheshin hapësirat e mëdha të brendshme. Ndërsa zakonisht supozohet se njerëzit e lashtë përdornin pishtar ose llamba vaj, mungesa e blozës në tavan sugjeronte të kundërtën. Në një obor, arkeologët zbuluan mbetjet e një sistemi pasqyrash prej bronzit të lustruar të vendosura mbi mbajtëse të lëvizshme. Ky sistem lejonte drejtimin e dritës së diellit nëpër korridore dhe në dhomat e brendshme, duke shpërndarë ndriçimin natyror në të gjithë ndërtesën. Dëshmi për kushte të avancuara jetese u gjetën edhe në shtëpi private. Në një prej tyre u zbulua një vas guri e lidhur me 2 tuba, një sipër dhe një poshtë. Nën dysheme, studiuesit identifikuan një dhomë të vogël ngrohje që funksiononte në mënyrë të ngjashme me një bojler modern. Ky sistem u lejonte banorëve të ngrohnin ujin në mënyrë efikase, duke treguar një nivel rehatije shtëpiake që zakonisht nuk lidhet me shoqëritë e lashta. Së bashku, këto gjetje paraqesin një tablo komplekse të qytetërimit Babilonas, duke sugjeruar se aftësitë e tij teknologjike dhe shkencore mund të kenë qenë shumë të avancuara se sa besohej tradicionalisht. Ky nivel rehatije nuk u shfaq në Europë deri 2000 vjet më vonë. Rëndësia e këtyre zbulimeve ishte e dukshme edhe në objektet e zakonshme shtëpiake. Në kuzhinën e një shtëpie, arkeologët gjetën një kazan bakri, muret e brendshme të cilit ishin të veshura me një shtresë të hollë argjendi. Nga një këndvështrim praktik, argjendi ka veti antibakteriale dhe ndihmon në ruajtjen e freskisë së ujit për periudha më të gjata. Kjo tregon se familjet babilonase kuptonin vetit e metaleve dhe i përdornin ato për të mbrojtur shëndetin e tyre. Ato jo thjesht përgatisnin ushqim, por aplikonin njohuri kimike në jetën e përditshme. Dëshmitë e zbuluara në Babiloni sugjerojnë se njerëzit modern shpesh i nënvlerësojnë parasit e tyre, duke i konsideruar primitiv. Megjithatë, kur analizohen sistemet e tyre të ujit, ndriçimi me pasqyra dhe metodat e ngrohjes, bëhet e qartë se jeta e tyre ishte organizuar me një nivel inteligjence dhe efikasiteti të jashtëzakonshëm. Ajo që është zbuluar nuk është thjesht një grup rënojash, por mbetjet e një qytetërimi që jetonte në harmoni me natyrën, duke përdorur dijen dhe projektimin për të krijuar rehati pa u mbështetur në metoda shkatërruese. Për të kuptuar se si këto zbulime ndryshojnë historinë, ato nuk duhet të shihen si kuriozitete misterioze, por si dëshmi e një tradite inxhinierike shumë të zhvilluar. Çdo gjetje sfidon imazhin e zakonshëm të njeriut të lashtë, si një zejtar i aftë, por i kufizuar. Ndërsa gërmimet vazhduan, arkeologët zbuluan një sistem planifikimi urban nënrër që dalloi për logjikën dhe saktësinë e tij. Përgjatë rrugëve kryesore, u gjetën mbetje strukturash të pazakonta, prej tullash të pjekura, brenda të cilave kalonin shufra bakri të vendosura në një shtresë të trashë rëshire natyrore. Konsensusi akademik zakonisht ka pohuar se bakri në atë periudhë përdori vetëm për zbukurime, armë ose enë të thjeshta. Historianët
shpesh kanë hedhur poshtë çdo ide për njohuri të lashta mbi elektricitetin ose transmitimin e energjisë si spekulim. Megjithatë, nëse këto struktura bakri shërbenin për mbrojtjen e ndërtesave nga rrofet ose për shkarkimin e elektricitetit statik, atëherë babilonasit mund të kenë kuptuar fizikën atmosferike mijëra vjet përpara Benjamin Franklin. Një mundësi e tillë do të ndryshonte rrënjësisht kuptimin mbi sigurinë dhe planifikimin në qytetin e lashtë. Në jetën e përditshme, ky sofistikim shfaqi përmes një saktësie të jashtëzakonshme. Në një zonë artizanale, studiuesit zbuluan një punishte për përpunimin e gurit, ku ndodheshin pllaka bazalti të lustruara deri në një shkëlqim pasqyror. Shpjegimet moderne zakonisht thonë se një lustrim i tillë në lashtësi kërkonte muaj të tërë pune manuale me rër dhe ujë. Megjithatë, analiza mikroskopike zbuloi gjurmë rrethore që zakonisht lihen nga një instrument rrotullues. Kjo sugjeron se babilonasit mund të kenë përdorur makineri primitive, por efektive. Nëse kjo konfirmohet, historia e teknologjisë do të kërkojë një rishikim të thellë. Do të nënkuptonte se mekanizmi i punës nuk filloi në shekullin e 15, por shumë më herët, dhe se këto njohuri u humbën më vonë. Një tjetër zbulim që sfidon supozimet tradicionale lidhet me mjekësinë dhe kimin. Në një shtëpi, arkeologët gjetën një grup enësh qeramike me qafë të ngushtë. Analizja e përmbajtjes së tyre tregoi praninë e acideve dhe kriprave metalike. Historia konvencionale e vendos lindjen e kimisë si shkencë në mesjet, kryesisht përmes punës së alkimistëve. Njerëzit e lashtë zakonisht konsiderohen se përdornin vetëm substanca natyrore në formën e tyre të papërpunuar. Megjithatë, këto enë mund të kenë qenë pjesë e një procesi për veshjen me artë të zbukurimeve. Nëse zejtarët Babilonas përdornin depozitimin kimik dhe jo vetëm metoda mekanike, kjo tregon një kuptim të thellë të strukturës së materjes. Shtëpia e një babilonasit të pasur mund të ketë përmbajtur objekte që kërkonin procese të krahasueshme me ato të një laboratori të avancuar. Vëmendje veçantë ju kushtua gjithashtu sistemit të furnizimit me ushqime të qytetit. Përgjatë kanaleve, arkeologët zbuluan mbetjet e mekanizmave që funksiononin me rrjedhën e lumit. Këto përfshinin sisteme ingranazhesh prej drurit të fortë dhe bronzi. Sipas versioneve tradicionale, mekanizma të tillë kompleks u shfaqën vetëm më vonë në Greqinë e lashtë. Megjithatë, gjetjet në Babiloni tregojnë se automatizimi i ujitjes mund të ketë qenë një praktikë e zakonshme. Kjo ndryshon ndjeshëm kuadrin ekonomik të qytetit. Nëse puna bujqësore ndihmoi nga makineritë, atëherë njerëzit kishin më shumë kohë për shkencë, administratë dhe art. Kjo mund të shpjegojë pse Babilonia u bë një qendër e rëndësishme kulturore. Në të njëjtën kohë, ngre një pyetje thelbësore: pse këto teknologji nuk u ruajtën ose nuk u përhapën më tej? Ajo që i bën këto zbulime kaq të rëndësishme nuk është fakti që ato duken si teknologji fantastike, por se janë të integruara natyrshëm në jetën e përditshme. Në shtëpi të zakonshme, arkeologët gjetën pajisje për vëzhgimin e hijeve, të cilat mundësonin matjen e kohës me saktësi të lartë. Supozimet moderne shpesh i paraqesin njerëzit e lashtë si të pasakt në konceptin e kohës, por Babilonia sugjeron një shoqëri të organizuar dhe të rregulluar nga ligjet e matematikës. Nëse këto fakte pranohen plotësisht, historia e njerëzimit nuk do duket më si një ngritje e ngadalë nga errësira, por si një seri kulmesh të ndryshme. Çdo fragment mekanik dhe çdo mbetje kimike në një end të lashtë dëshmon se mendimi kompleks nuk filloi në botën moderne. Ndërsa kërkimet vazhduan, arkeologët u përqendruan në organizimin e jetës në nivelin e lagjeve të tëra. Një nga zbulimet më të rëndësishme ishte një sistem ventilimi nën-toksor që shtrihej në të gjithë qytetin. Sistemet tradicionale kanë supozuar se qytetet e lashta ishin të nxehta, të ndotura dhe pa ventilim të mirë.
ku ajrosja vari vetëm nga dritaret dhe dyert e hapura. Nën Babiloni megjithatë, u zbuluan një rrjet boshtesh vertikale që zbrisnin thellë në tokë dhe lidhnin tunele horizontale. Në fund të këtyre boshteve ndodhej ujë që furnizohej nga kanale nëntoksore. Kur ajri i nxehtë i shkëtëtirës hynte në këto hapësira, ai ftohej menjëherë dhe më pas shtyhej drejt dhomave të banimit përmes hapjeve të posaçme në dysheme. Ky ishte një sistem natyror kondicionimi që funksiononte pa asnjë motor. Falti, banorët mund të qëndronin në ambiente të freskëta edhe kur temperatura jashtë kalonte 40 gradë Celsius. Ky zbulim ndryshon ndjeshëm kuptimin e arkitekturës së lashtë, duke treguar se babilonasit ishin në gjendje të kontrollonin rrjedhën e ajrit me një saktësi të krahasueshme me atë të inxhinierëve modern. Rëndësia e këtij sistemi u rrit edhe më shumë kur në një nga nyjet e ventilimit u zbuluan mbetje filtrash të pazakontë. Ato përbëheshin nga disa shtresa rrjete bakri shumë të imta dhe fibra palme të trajtuara me një përbërje antiseptike. Historia akademike zakonisht pohon se kujdesi për higjienën e ajrit u zhvillua vetëm në shekullin e 20. Njerëzit e lashtë nuk mendohet se kishin njohuri për rreziqet e pluhurit apo ndotjes së ajrit. Megjithatë, këta filtra tregojnë se babilonasit i kushtonin vëmendje cilësisë së ajrit që thithnin. Ata pastronin ajrin nga rëra dhe papastërtitë, duke krijuar një mikroklim të veçantë brenda qytetit. Ky ishte një qytetërim që vendoste shëndetin dhe rehatin në qendër të jetës urbane, duke përdorur njëri të avancuara të biologjisë dhe fizikës. Gjatë studimit të zonave tregtare, arkeologët hasën një ndërtesë që sipas të gjithë treguesve shërbente si një arkiv ose bank e lashtë. Brenda ndodheshin mira pllaka balde, por vëmendja e studiuesve u përqendrua te ndërtimi i rafteve. Ato ishin bërë nga dru i trajtuar dhe i veshur me një shtresë të veçantë llaku rezistent ndaj zjarrit. Kur një mostru ekspozua ndaj flakës, ajo vetëm u errësua lehtë pa u djegur. Ndërsa historia moderne i atribon materialet zjarrduruese industrisë kimike të kohëve të fundit, ky zbulim tregon se babilonasit kishin zhvilluar metoda për të mbrojtur dokumente të rëndësishme nga zjarret e shpeshta në qytetet e dendura. Jeta e përditshme e zyrtarëve dhe bankierëve ishte mbështetur nga sisteme që siguronin ruajtjen e informacionit, duke krijuar ambiente të mbrojtura që i ngjajnë praktikave moderne arkivore. Në të njëjtën ndërtesë, arkeologët zbuluan vula të pazakonta, të prodhuara nga aljaze metalike komplekse, të cilat nuk mund të riprodhoheshin lehtësisht me metodat e zakonshme të derdhjes. Secila vulë përmbante një model mikroskopik unik, i dukshëm vetëm në kënde të caktuara të dritës, duke funksionuar si një formë mbrojtje kundër falsifikimit. Ky zbulim sfidon pikpamjet e vendosura mbi zhvillimin e kriminalistikës dhe sistemeve ligjore, duke sugjeruar se infrastruktura financiare e Babilonisë mund të keqen shumë më e sigurt se sa është menduar më parë. Duke u zhvendosur drejt periferisë së qytetit, studiuesit zbuluan një sistem ujitje që furnizonte me ujë jo vetëm fushat, por edhe kopshtet private. Interpretimet tradicionale e përshkruajnë ujitjen në Mesopotami si një proces të rëndë që mbështeti në transportin manual të ujit. Megjithatë, grëmimet zbuluan porta automatike që reagonin ndaj ndryshimeve të nivelit të ujit. Këto mekanizma përdornin nota prej tape dhe kundërpesha prej guri. Kur niveli i ujit rritej, nota aktivizonte një levë që hapte kanalin. Dhe kur niveli binte, sistemi mbyllej automatikisht. Kjo lejonte ujitje të vazhdueshme pa ndërhyrje njerëzore, duke shndërruar Babilonin një oazë të gjelbër në mes të shkëtëtirës. Gjetje të tilla ndryshojnë ndjeshëm kuptimin mbi praktikat bujqësore të lashta. Ndjenja e kompleksitetit u thellua me zbulimin e një kapsule kohe të vendosur në një themel. Brenda saj ndodhi një hartë e detajuar e qytetit, e gdhendur në një fletë të hollë bronzi. Harta paraqiste linja komunikimi që ende nuk ishin zbuluar nga arkeologët,
dhe shkalla e saj ishte ruajtur me një saktësi të jashtëzakonshme. Studiuesit tradicionalisht kanë pohuar se hartat e lashta ishin të pasakta për shkak të mungesës së mjeteve matëse të avancuara. Ky artefakt sugjeron se babilonasit zotëronin teknika të zhvilluara matje, duke mundësuar atyre të konceptonin qytetin me një saktësi të krahasueshme me hartëzimin modern. Në përfundim të kësaj faze gërmimesh, studiuesit zbuluan një koleksion mjetesh shkrimi. Krahas stiluseve të zakonshme, u gjetën pena të pazakonta me maja metalike dhe rezervuar të brendshëm për bojë. Këto objekte ngjajnë versioneve të hershme të stilolapsave modern. Sipas historisë tradicionale, mjetet e tilla u shfaqen vetëm në shekullin e 19, ndërsa më parë shkrimi kërkon të zhytje të vazhdueshme në bojë. Shembujt Babilonas tregojnë se shkruesit mund të shkruanin për periudha të gjata pa ndërprerje, duke rritur efikasitetin e komunikimit dhe ruajtjes së informacionit. Të marra së bashku këto gjetje, nga veshjet rezistente ndaj zjarrit deri te ujitja automatike, paraqesin një botë ku njeriu nuk ishte një subjekt pasiv i natyrës, por një pjesëmarrës aktiv që përdorte ligjet fizike për të përmirësuar mjedisin e tij. Narrativa tradicionale e historisë njerëzore duket e paplot kur merren parasysh këto inovacione. Nën sipërfaqe, Babilonia vazhdon të zbulojë dëshmi se progresi nuk përcaktohet vetëm nga teknologjitë moderne, por nga aftësia e mendjes njerëzore për të zgjidhur probleme komplekse në mënyrë efikase. Duke vazhduar përgjatë rrugëve të lashta, arkeologët ekzaminuan një ndërtesë banimi të ruajtur mirë. Brenda saj u gjet një objekt që në pamje të parë dukej si një vegël e thjeshtë kuzhine. Një pllak guri e rëndë me një zgavër të lëmuar dhe një cilindër që përshtatej saktësisht brenda saj. Objekte të tilla zakonisht përshkruhen si mullin dore për drith, duke sugjeruar punë të lodhshme manuale. Megjithatë, analiza më e detajuar zbuloi pika lidhje për një mekanizëm lëvizës në boshtin e cilindrit. Kjo tregon se pajisja ishte pjesë e një sistemi mekanik që mund të vijë në lëvizje nga kafsh ose nga një rrotë e vogël uji. Në vend që të bluanin drith me dorë për orë të tëra, banorët mund të mbështeteshin në këtë mekanizëm për të kryer punën automatikisht. Një teknologji e tillë shtëpiake do të kishte lejuar kohë për aktivitete të tjera, si edukimi dhe kujdesi për familjen. Në të njëjtën shtëpi, studiuesit zbuluan enjë keramike, të mbyllura hermetikisht, të veshura nga brenda me një shtresë glazure. Kur një prej tyre u hap, brenda u gjet vaj që nuk ishte prishur edhe pas mira vitesh. Kuptimi tradicional pohon se ruajtja afatgjatë e ushqimit pa aditiv modern është e pamundur. Megjithatë, babilonasit duket se përdornin rrëshira natyrore dhe përbërje minerale specifike për të krijuar një mjedis që pengonte zhvillimin e baktereve. Kjo tregon zbatimin e njohurive biologjike në jetën e përditshme. Dyshemeja e dhomës së gjumit zbuloi një sistem tjetër të avancuar. Ajo përbëhej nga dy shtresa me hapësira midis tyre që përmbajnë gjumë të materialeve të djegura dhe qymyrit. Në vend që të mbështeteshin vetëm në zjarre të hapura për ngrohje, ky sistem lejonte qarkullimin e ajrit të ngrohtë nga një furrë jashtme në dysheme. Rezultati ishte një formë e hershme e ngrohjes nga poshtë, që ngrohte ambientet pa ndotur ajrin me tym. Ky nivel rehatie, i konsideruar sot si standard i banesave elitare, duket se ishte i zakonshëm në shtëpitë babilonase. Këto teknologji nuk ishin të kufizuara vetëm në banesat e elitës, por përhapeshin në të gjithë qytetin, duke treguar një kulturë të përbashkët rehatie dhe efikasiteti. Në një punisht e pranë, arkeologët gjetën këpucë me shtresa amortizuese, të përbëra nga tape dhe tel bakri të hollë, ndërsa këpucët e lashta zakonisht konsiderohen të thjeshta dhe jo të përshtatshme për përdorim afatgjat. Këto modele tregojnë një kuptim të biomekanikës dhe ndikimit të lëvizjes në trup. Dëshmitë e mbledhura nga Babilonia sfidojnë supozimet historike të kahershme. Në vend që të përshkruhet si një epokë e kufizuar
nga puna manuale dhe mungesa e njohurive, ajo shfaqet si një qytetërim i pajisur me teknologji të avancuara dhe kuptim të thellë shkencor. Përdorimi i proceseve kimike, sistemeve mekanike dhe mjediseve të projektuara tregon se inovacioni nuk i përket vetëm kohëve moderne. Historia mund të kuptohet më mirë si një seri zhvillimesh dhe humbjesh, ku njëri të rëndësishme janë krijuar, harruar dhe më pas rizbuluar. Zbulimet në Babiloni tregojnë se qytetërimet e lashta nuk ishin thjesht parendëse të botës moderne, por shoqëri të zhvilluara dhe komplekse më vete. Ato dëshmojnë se njerëzimi ka arritur më parë nivele të larta rehatie dhe aftësie teknologjike, pa u mbështetur në energjinë elektrike apo karburantet fosile. Ky këndvështrim thekson një mësim të rëndësishëm. Njohuria mund të humbas nëse nuk ruhet, dhe aftësia për të shfrytzuar forcat e natyrës për përmirësimin e jetës njerëzore nuk është ekskluzive e kohës sonë. Abononi në këtë kanal për të parë më shumë video të tilla që japin një botkuptim tjetër të së shkuarës sonë. Klikoni butonin e ziles për të njoftuar për ngarkime të reja. Faleminderit për shikimin dhe shihemi në video të tjera.